U rikthiem në studio sërish, tashmë me pjesën e fundit të këtij emisioni për mysafir në këtë studio. Me mua sot për të promovuar realisht videoklipin e tyre më të ri, një bashkëpunim vërtet shumë i këndshëm, kam në studio Edison Tërnava Gjitin dhe Labinot Hakaj. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Bardhi nuk e kemi, po gjithsesi e përshëndesim nga kjo studio, sepse jeni një treshe shumë e këndshme, të cilët faktikisht keni sjell projektin me titull Se kam ditë. Mirë po, si fillim, sepse në zhanre muzikore dalloni shumë, por si e kujt ishte ideja për të sjellë të bashkëpunim në këtë periudhë verës? Ma shumë ka qenë Edisonit. Edisoni përmendur që jeni të Mitrovicës, do thonë realisht njiheni sepse jeni rritur në të njëjtin vend. Por Edison nga të erdhi ideja? Po, me Labin e kena pas ide më ty me bo një bashkëpunim, mirë po fati që instrumentali që i kam përzgjedh ka qenë domethënë i përshtatshëm edhe për Labin më inkuadru në çat instrumental. Kështu që si bakshesh e kena marrë edhe bordhin, masi u konë edhe aranxhuesi i këngës së krejt. Edhe ideja domethënë është orë për meje, më mërmena që e kena nxirë që kena mendu. Eksperimentove pak me... Po ku me eksperimentu se një 4-5 vjetë nuk ju marrë me këtë zhondër. Edhe ku më pas dëshirë pak me zjetë një kohë, domethënë ma e përshtatshme nga konë që kjo korriku gushti verës. Patjetër që vera. Se u konë pak ma ritmike, kështu që më duket se kena bo ato që kena mendu. Apo jo, okej, po të flasim pak për videoklipe, sepse dashur pa dashur ndoshta krahasuar me vitën përpara nuk kam pas kush e di se sa shumë rëndësi, por viteve të fundit po kërkohet diçka e mirë edhe për tu parë. Megjithëse e thënë sa muzika më shumë po shihet se po dëgjohet, por jo kur këndohet nga meshkujt, ë? Kur këndohet nga meshkujt dëgjohet, besoj. Normal. Por realisht 70% është edhe te videoklipi. Faktikisht për momentin me bot 3 moshke për shembull një këngë, që ato që tha edhe ti ma herët është puna me ngu dhe me pa diçka të mirë. Jo veç me pa, për shembull, edhe mos me dëgjues. Po 70% është edhe videoklipi. Keni pas, ju ka zgjatë shumë kjo vera me këtë motin, se me sa herë kanë pas mysafir që kanë promovu këngë, që kanë nxjerrë këngë të reja, kanë pas problem klipin edhe kohën, se thoshin nuk na përshtatesh e koha, kemi pas probleme me kohën. I kemi zonë 2 ditë mira, që ato 2 ditë që këna pas këtë verën. Klipin e këna kryer shumë shpejt, në në javës që kryer gjirimet e montazh raket, që është desh mu gut pak për shkak të kohës. Edhe, jo, kohën, shtu për kohës kena pas problem. Nuk keni pas shku, keni angazhimet që keni pas jashtë, është dash ndoshta me ndalu pak që ato 2 ditë. Bile një ditë është dof me lonë për orës 6, se u konë qaqët në zepë, sa që është dosh për orës 6 me gjeru, që mos me na prisha me i ka pesene. Po, pa tjetër. Luku, normal. Janë sa gjona, okej. Po mirë, të flasim tek videoklipi, ndalim edhe pak. Kush e punoi kësaj radhe, kujt ja besuat projektin më të ri? Po kësaj radhe ja kemi besu prapë on medias që të veprojnë në Mitrovicë në Prishtinë. Ideja e klipit ka qenë më smik shumë tekstit, temës të këngës. Mirë po me këthy pak edhe me një hajgare, me një humor të vogël në klip. Se aty bëhet fjallë për i femën që len takim me 3 neve, mirë po në fund e merë kiti tërkush. Po, keni mujtë asë një për juve. Ka bisedu me 3 Kosovarë dhe vjena i për jashtë e merë dhe jesë. Se kam ditë pastaj, ju symeti që tjetër, se kemi ditë që... Se këna ditë që po len takim, ka shumë njëra që se ka ditë për shambull, se këna ditë që po folë me 8 ret, se këna ditë që po len takim me 8 ret, se këna ditë në fund që vjene me rej. Okej, po mirë, ju keni qenë edhe shok në klip? Po. Keni qenë shok në klip, domethënë në fabulën e klipit? Faktikisht po. Keni qenë shok, por nuk e keni ditë? Nuk i kemi ditë, se 8 reve nga ka shenu kështu për një herë mesazh, dhe kemi lënë 8 ret për një kohë takim. Veç kur u pat aty, a? Në vend takim. Po, çapo lip TikTok, çapo dën TikTok. Okej, e këndshme, nejse, realisht i takon goxha shumë kësaj periudhës së dasmave, së martesave me faktikisht me bashkëdhetarët tanë jashtë vendit. Gjithsesi e këndshme, me një projekt të radhës, një treshe bashkëpunim, mendoni ta bëni edhe në periudhat tjera të vjeshtës ose të dimrit? Apo të bashkëpuni zakonisht vetëm verës? Edisoni ka dhe një këngë tash. Treshe që po të Labin nuk më mëmenja, po për dyshe prap me Labin e kam një këngë të përgatit është... Ku pasën derën edhe fatin me këngë balad ma ritmike. Po që i takon kohës 7 orë, 8 orë, dhe më thonë është pak herë. Do të i takon një tjetër periudhe? Po. Lavi me gjitha angazhimet që ke këtë verë, si po ja del, apo ke ko me marë frim, se periudha më ngarkuar për këngëtarët është realisht vera? është sezon shumë e mirë si vjetë, po
po do të mja dalë, deshte, premtime, knep fjallë. Do të më shku me mbaru gjitha punë, për shembull me sezon me darsma, me mramje, me krejt. Apo martohen më shumë si vjet, a nuk e di se sa herë që po vjen vera, po më duket që çdo vit më shumë martohen, po ka dasma më shumë. Po martohen çdo verë, po tash më varet edhe ata që vinë pi jashtë. Mi përshëndet gjithë, po më varet sa po binë tolla. Se pa ardha ata nuk ka darsma, definitivisht. Jo, definitivisht. Financiarisht janë më të fuqishëm. Më fort, Po. patjetër. Edhe krejt pi presin më ardha ata me bo darsma. Vjet ka qenë pak më dop, si vjet është shumë mirë. Apo vjet pas ka qenë? Vjet ka qenë pak më dop sezon. Kështu që Si vjet është shumë mirë. Kanë punë gjithë. Perfekt. Gjithi ty? Unë me dorës ma largë jam. Jo, për dasma nuk po flas, po. Se nuk je pjesë, dohon nuk Po, e një si repertuari. vjetë kemi mojt me labin e dy ne, mirë po nuk po mërë menja hala mu si vjetë mu inkuadru, për shkak të reportarit, se po kom që me pas një reportar trivios. Kështu që jam punem e si për deri për sezonën e dimrit, se na si ka repera si artista që jem kje mendoj më shumë koncertet jashtë. Kështu që ofertat që janë për jashtë, duhet edhe mja bo pak hizmetin dhe ndime kur që do një 3-4 senet mira mi përgatit që me pas pak të një orë gjysë material, një reportar 3. Kështu që për Kosovë momentalisht nuk jam e përgatit për koncerte. Okej. Feedbacku i këngës fundit, bashkëpunimit si po ju duket? Mirë, ka ecë faktikisht me këshyrë, mërana 24 orë i ka pas 20.000 klikime, edhe pse njerëzit po folin, po janë shumë reale. Po pra se me këto klikimet, se unë nuk e kuptoj nga njerë 1 milion e pak jemi ne, në fakt, kështu 1.800.000, nuk po flasë për Kosovë, po si ka po i bën nga 20 milion, 30 milion këta këngëtarë, nuk e marrë vesh? Po janë një 1 milion me thonë gjenerat deri në moshën 40 veçare, 20 veçare, po ata plesë që rrinë të shpia, i këta që kanë bo me iPhone, me këtë zërë, për ja lojnë ata të vetit replay-at i tonë kone dhe bo ekipu, nuk ka teori. Është tim trend. Nuk ka teori, mrana 3 ditë me bo 1 milion klikime, Po jo se është e pamundshme. bashkë për cili për shembull artistat e jashtit, Chris Brown ose 50 Cent, qëtë klip, si ka bile një javë që ka qitë tash, 50 Cent, nuk e dija e ka arrit 1 milion alo. Duhet me thonë definitivisht marrë në Kosovë me po kanë. Po, serios. se ngojnë ma shumë. Për ato pra, Po, në gjatë gjithë thëmë, mëse boj lafat punë e klikime, se na e nxohë më audiencën tonë. Është banalizuar kjo pjesa e të përshëndrimit e asaj që sa po dëgjohet kënga duke marrë një vlerësim korrekt, besoj, gjatë klikimeve, është ndruar, ka rënë goxha shumë. Korrekt ka qenë vitet 2010, 2009, 2011, që e marrë men shumë mirë në kur një këngë i ka bo 150.000-200.000 klikime, nuk ka pas njerë në Kosovë se ka ditë për men shatë këngë. Mirë po tash me 100.000-200.000 klikime si të shetë, pas ka dështu. Mirë po në kom qef mi pas 100.000 klikime të regullta, mirë e di që audienca em ka rritë dhe në 100.000 dëgjus. Për 100.000-ve mundën me qenë për çdo qytetit ka 3-4.000 në shumë. Mirë, a i vret kjo këngëtar që realisht nuk blejnë klikime? Bashkë të do është ta medal, e kemi pas në thojza nuk pe përmene me emër, një këngëtar i madhë, në estradë. Këna pas 3 orë para neve ka lëshu videoklipin, edhe e këna për cilë tonë kone këna ikë 3.000-4.000 klikime. Edhe na i këna mëri për 24 orë 20.000 klikime, kërë më qutë nesër më në mëngjes, ata kom pa i ka bon 130.000. A gjithë ka ecë mëra pa neve. Po, e kuptoj. Edhe kërë peshishe, okej, po dihet, faktikisht. Po do më thënë ju... Na e natë knoqen që i kena reale. Kjo do më thënë që është reale pak të një qëtëson, besoj se sa ati ndoshta nuk... Po neve na knoqen... Ose atyre, se s'po flasin për person, se kjo fajtikisht është bërë për të gjithë. Unë bëri përshtypje Dua Lipa në këngën e sajt fundit, që the nuk as 1 milion si kishë bërë, në shush Dua Lipa, këngëtare... Botërore, edhe kur shë këngëtare tona ose këngëtare tonë të zhanëreve të ndryshme, ishe me miliona klikime... Për shemull të Halali Shpirt është... 100 miliona, po? 212 milion duke të i kishë bo. Që e kanë brava, 100 milion, kur që di prej vjetës. 100 milion më krasohet me tamën me këngën e fundit Chris Brown, që ka bashkëpunimi me Tyga, ajo halo si ka bo 120 milion. Do më thonë edhe ajo është estrada... Mirë, kënga të Halali Shpirt ka qenë është dëgjuar goxha shumë edhe në përvendet e rajonit. Po, letëm dëgjohet, sëre, sa do që dëgjohet, nuk dëgjohet sa Chris Brown. Më ka bërë përshtypje në pushim, duke dëgju këngë, e kam dëgju këngë, thash, more, ku jemi, jemi Prishtina, jemi... Letëm dëgjohet, shumë letëm dëgjohet. Është e vërtet që dhe atje dëgjohet shumë. Prapë si Chris Brown nuk dëgjohet. Jo,
Unë nuk po krasim tani është më tepër zhanërin e muzikës. Faktikisht munol me analizu shumë mirë është në 13 gjuhë, që është punu me bulgarisht, me romanisht, me dëmëton krejt, janë edhe ata e në popull i madhë, po e kam përpunu kongën, dëmëton është një hit shumë i mirë. Mirë, e morëm shembol ato se ka tjera që i kemë artistat e stradës, tash mi bo 10 milion, po dohën e kam bo si trend, që se si ka 10 milion dikush i stradës, së është hit. Si e në stradë. Nuk kemi të po besoj që më ndodhe dhe vetë, kur shikoj këngë, dëgjoj, për shumë shok klikime shumë, Po, tërhek me... Më tërhek me dëgjumon që ka pas ka ishë interesante të kjo këngë, të kjo klip, se e kanë dëgju dhe unë vërtet klikoj për ta parë, për të dëgjuar, ndoshta vërtet nuk është as për të dëgju, as për të pa. Nuk ja vlen. Po të tërheqë ajo që numri i klikimeve po të shtyjnë për të parë vërtet se çka kanë nxjerrë këngëtari ose artistja në atë spot. Po gjithsesi besoj që këto do të kalojnë, ha? Kalojnë, se që për shkakun na smojtëm i blese, ishin kon çast strëngarkume ato faqet prej shqiptarëve. Mirë, si blena, është dikush që i sheta i blena. Po janë faqet, janë rrjetet sociale kështu të apo safat për çat punë, domethënë, web faqet që bojnë shitjen e klikimit tash më varet. Okej, se sa mirën vesh ata se si është ai pazari. Çmimet unë di që janë shumë të larta për shembull. Shumë të larta. Nuk e di llogarinë të artista, për shembull 1 milion klikime janë përmis 2.000 euro. E unë nuk e kuptoj çfarë llogarie kanë me investu 4-5.000 euro me një këngë, edhe mas kesi qofse çaj artisti ka 3-4 milion klikime, mirë pas ti koncert shumë të mon. E nuk e di çfarë llogarie kanë. Po e ka dikon që sponsoran. Normal. Ka familjar që ka lek, ka pare, edhe e bon veç për famë. Po di e tani që shkombajme ose me familje ose... Po keq vjo se në qofse i bon në një kong 1,2 milion. Mish të mirë. Tjetërën, pa tjetër që do të mi pas qatë numër të klikime, ose pak ma shumë, se në qofse shkon ma pak, ty dyqysh të preokupon a i sem pse tash s'pi bëjnë 1,2 milion ose 3, se mëso është keq faktikës, po dysh mira shkurt. Po, me gjithë se ka ndikon për flasët të gjitha ajo që sa më shumë klikime ka kënga të shtyrë më shumë për të parë. Kjo është dukshëm, po të pak të danë të knashur ata që nuk e vën ujë në zjarë që të populli fare, se sa klikime ka se janë të knashur me ato që i ka rasti ju e për shembull që i ka në real, dhe që janë njerëzit që ju vazhdimisht ju ndjekin, ju dëgjojnë. Vazhdimisht Mitrovic, na i kemi dëgju në përkjera, i kemi dëgju dhe më thonë edhe njerëz të ne jap lavdotat, më më duke që kemi pas 1 milion, se më bas lavdotat njerëz Kjo është ajo që besoj që ka vërtet rëndësit e një njeri që këndon për atë audiencë që ka edhe nuk lodhet për numra, për shifra që realisht nuk janë reale. Fakt. Është vërtet. Vritëm në minutat e fundit, sepse shoj që 1 minut kemi kalu kohën, me që se koha kaloj shumë shpejt, që pëse keni përsuar diçka në fund fare? Jo, në veç të fju falenderoj për të përkrojën që çdo herë na ma bëni faktikisht. Dhe kisha mi përshëndet gjitha ata njerëz që na ndëgjojnë ose përkrojnë muzikën tem, tani tutje edhe të klubit. S'pe prishi, pelojnë a njëjtë. Okej, falenderit shumë. Kisha përshëndet qikën tem dejen, foncën ma të flak temën. Okej, falenderit e përshëndesim edhe ne vajzën. Ndërkohë, falenderit shumë edhe njëherë, ishte kënaqësi që ju pata në studio, do të takojmë besoj herave tjera me tjera bashkëpunime që do sillni për gjitha audiencën tuaj. Falenderit, ishte kënaqësi edhe Jonja. Me këngën tuaj të fundit se kam ditur, do t'i lë teleshikuesit në fund fare, duke i përshëndetur ata, duke falenderuar që ishin me ne. Mirupafshim.